si... Si ditën e parë. A ta beson të Ermali? Nuk e di. Unë kam kuptuar dhe pa ma thënë ai që ai e beson, sepse duket është në backstage. A është Ermali këtu? A e pyesim Ermalin? Po. A i beson kësaj fjali? Qofse s'më beson, ja të e Qofse s'besoni, dëshmi. E dua si ditën e parë, sepse unë mendoj që dashuria ndryshon, nuk është si ditën e parë. Ermal. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe. O hy këshu si thonë ato, i paftum që nuk e gjen shtrum. Faleminderit shumë. Si jeni zonjat në Rume? Resul, pa tjetër që dashuria ndryshon dhe unë doja ta vazhdoja këtë, por dashuria ndryshon duke u forcuar në Ne donë ma shumë. çiftin ideal. Pra ti e do më shumë, ti ndjen se e ke krahun tënd të djathtë, ndjen se e ke shok, ndjen se e ke përveç se bashkëshort edhe njeriu që e dashuron. Mjaft tash, mjaft. Mjaft se fillet skuq. Dhe kështu ndryshon dashuria. Tani me pas ditën e parë që të donë kaq shumë lehtë kishe pas. Vallaj po, tu ke shumë drejt. Se ka pas pak vështirë. Po më mirë që ka ndodhur ashtu, se unë besoj që një mashkull duhet mundohet për femrën e vet. Edhe nuk jam dakord fare me këta burrat shqiptar që sa po e arrin ta fitojnë kalan, e lëshojnë veten fare. Edhe nuk e ulin ritmin, e shtojnë barkun, edhe ndodhin këto proceset edhe pasaj humbet emocioni, humbet pasioni, edhe humbet edhe lidhja. A më beson tani? Kemi ala dyshime. Bëjmë pyetje tjera. Është faq interesim për ty, si të është dukur? Unë e kam kuptuar, ka E ke kuptu? fillimet në Portokalli, sigurisht unë e kam kuptuar pa e shfaqur ky interesin, por interesi që shfaqe Ermali ishte, si që është vetë, kështu tip shumë karizmatik, humorist, edhe që gjërat i bën gjithmonë jashtë rregullave standarde,